نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Tek ai pendohemi dhe vetëm atij për ulemi dhe nështrohemi. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jalla nga të këqijat e vetes sonë, si dhe nga të këqijat e veprave tona. Me të vërtet, atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon pas tij subhanahu wa taala. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet me të drejtë, i cili është i vetëm dhe i pashoq, si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Fjala më saktë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të urryera i risit, çdo risi është humbje, dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Të nderuar vëllezër, fillimisht të këshilloj vetveten, e pastaj edhe juve me frikë, devotshmëri dhe për ulje, ndaj Allahut të Madhëshëm, nga se Allahu subhanahu wa taala e ka bërë porosin kryesore me gjithë njerëzimit, që nga njeriu i parë deri te fundit, që të pajisen me këtë cilësi, do të thotë me devotshmëri, me takvallok. Jemi duke shpjeguar në librin e Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, thalathatul usul wa adillatuha, tri parimet dhe argumentet e tyre, dhe kemi arritur deri tek fjala e imamit rahmetullahi alayhi ku thot bil adilla. Dhe më thonë ku thot bil adilla, me argumente. Pastaj Sheikh Abdurrazak al-Badr hafidhullah thot te fjala e tij ku është el-ilmu, dituria, thot e ka për qëllim vetëm diturinë që është farz. Dituria farz ain, dhe më thonë obligative për secilin person, e cila është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Vetë fjala el-ilmu, dhe më thonë që ka përmend Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi, në kupton që ka të bëjë me çështje që janë obligative, dhe më thonë të detyrueshme ndaj muslimanëve në përgjithësi. Dhe kjo përfshin çdo musliman, siç e kemi thënë derset e kaluara, qoftë moshritur ose qoftë i ri apo mashkull apo femër e kështu me radhë. Pastaj nga kjo kuptohet se kjo dituri është farz dhe nuk ka të bëjë me farz kifaje, po me farz ain. Pse thot? Sepse vetë fjala e Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alayhi ku ka thënë wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla, njohja Allahut, njohja pejgamberit e tij dhe islamit me argumente. Kjo është argument se ka të bëjë me diturinë që është farz. Është farz dhe nuk bën asnjë musliman apo muslimane me braktisket ose me neglizhu ose me anashkalu, sepse farzet ose vajibet, ato që kanë detyrueshme pe Allahut azza wa jall dhe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë gjuhën e tij sallallahu alaihi wasallam, nuk ka arsyetim. La yu'dharu, nuk justifikohet askush për muslimanëve si me ignorancë këto gjëra. To do të më mësu. S'ka këtu me thonë hajtë se nuk i din, edhe tolerohet ose justifikohet. Pastaj thot kur i ka përmend thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab këtu usul, këtu baza, këtu tri parime, dhe thot kjo tregon se feja, dini Allah azza wa jall la yaqumu illa biha.
Nuk mundet me ekzistu feja, dini Allah të zëvgjel, të një person, të një njeri, vetë se duke realizu këto 3 gjona. Dhe me thonë cilat, njohja Allahut, njohja pejgamberit sasem, dhe njohja fesë së tij. Dhe me thonë dinit islam. Këto 3 gjona, të Sheikh Abdurrazak al-Badr, në raport me fen, janë sikur themelet e ndërtesës. Në raport me fe, dhe më thënë janë si themelet e ndërtesës. Kel esasi li bunjan. Më thënë, a mundet me ekzistu një ndërtesë pa themele? Jo. Ashtu së mundet me ekzistu as dini Allah të zëvgjel pa këto 3 parime. Po ashtu thëtë, wal usulu lil ashjar. Jenë gjajshën sikur se rënjët e pemëve. Pemët a jetojnë, a qëndrojnë mbi tokë para? Jo, nuk qëndrojnë. Njëjtë janë thëtë edhe këto, dhe thëtë në raport me dinin e Allahut Azza wa Jall. Ashtu që nuk mund të qëndrojnë lisat, pemët, mbi sipërfaqen tokës, dhe se duke i pas rënjet e tyre në thellën e tokë, ashtu edhe dini i Allahut Azza wa Jall nuk mund të qëndrojnë ndryshe, vetëse duke u realizu këto 3 parime: njohja Allahut, njohja pejgamberit sa dhe njohja fesë së tij. Pastaj njohja Allahut Azza wa Jall, kjo është ajo kryesorja. Sepse pa njoft Allahun Azza wa Jall, marifatullah, kjo mesele tani kena me hin detaje, se për mënyrë përgjithshme, se nuk është vetëm me njoft si krijues ose me thonë unë ja Allahun, e di Allahun. Jo, kjo nuk është kështu. Po kjo ka rregull, kena nisu më vonë. Është një sekt, pi sektet devijume në islam, që ka shku në devijim ekstrem, thirrën morgjie. Pyetja është, edhe ato ndajnë disa kategori, një ndërto është morgjet e fuqaha. Më thonë, morgjet e fuqaha. Ato pjesë e këtij sekte që ka shku një ekstrem më të madh, që ka thonë, Islami është, ose imani ka thonë, është marife, vetëm me njoft Allahun. Ka shku edhe një ekstrem më të madh, ku ka thonë, nuk ka nevojë për vepra kështu me radhë, dhe ka thonë imani i Iblisit, imani i Ebu Bekrit, Omerit, faraonit kështu me radhë, gjithë kanë thonë njëjtë. Pse kanë thonë njëjtë? Se këtë e njohin Allahun Azza wa Jall. Dhe thëtë tash për momentin, marrim një përgjithshme. Ndërkohë, inshallah, me lenin Allah të zëgjë, kemi hinë detaje. Njohja Allah të zëgjë është kryesorja. Pse është kryesorja? Se është krijuesi. Është i adhuruari ynë, i cili meriton adhurimin. Dhe askush tjetër pas tij nuk adhurohet me të drejtë, edhe nuk e meriton të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall askush tjetër. Pastaj njohja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye? Sepse është al-wasita. Është ai mes neve dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Në atë kuptim, sepse pejgamberi sa me ka interpretuar shariatin. Allah Azza wa Jalla ka dërguar tek ne, e ka dërguar tek njerëzimi me interpretuar shariatin. Fadli, meritat e tij janë pakrahasueshme. Pse? Allah Azza wa Jalla ka zgjedhur mesin e njerëzimit, do thonë mesin e njerëzimit, pastaj mesin e pejgamberëve, pastaj mesin e pejgamberëve ka dalluar mesin e gjithë pejgamberëve është më i miri. Do thonë më i dalluari e kështu me radhë, do thonë fadli merita shumë e madhe. Pejgamberi sa u bë sebeb me na mësu neve fe, me na mësu neve dinin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu me radhë, do thonë meritat e tij janë të mëdha shumë, për shkak se na ka shëruar dinin e Allahut, shariatin e Allahut Azza wa Jall. E kështu me radhë. Pastaj, pse me njoft dinin islam, do thonë që ka marifet e dinihi, njohja fesë së tij, sepse huwa tariqul wahid al-musil ila Allah Azza wa Jall. Është rruga vetme e cila na shpije te Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka rrugë që çon te Allahu Azza wa Jall përveç përmes islamit. Do të thonë nuk ka rrugë. Njerëzit zgjedhin rrugë të ndryshme, mënyra të ndryshme, përdorin ose mundohen me zgjedhë ose me praktiku, mirë pa rruga vetme që na çon te Allahu Azza wa Jall është Islami. Do të thonë e para, Allahun për me njohë se si duhet me ditë si me adhuru, pastaj me njohë pejgamberin sepse ai është bërë shkak, do të thonë me na kudinin e Allahut Azza wa Jall, me na kumtu, me na interpretuar kështu me radhë, dhe e treta me njohë Islamin sepse nuk ka rrugë që të çon te Allahu Azza wa Jall, që të shpihet te Allahu Azza wa Jall, edhe që të çon në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, vetëm përmes dinit të Allahut subhanahu wa taala. Islami,
domethënë është rruga që na e kena përfundimin përmes saj të Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi dikush me arrit kënaqësi, rrid Allah azza wa jall vetëse përmes Islamit. Pastaj nuk ka mundësi dikush me arrit shpërblimet e Allahut vetëse përmes Islamit. Dhe nuk ka mundësi dikush me shpëtu nga dëshkimi i Allahut, nga hidhrimi i tij dhe dënimi i tij vetëse përmes Islamit. Për këtë arsye ne do të njohim këto edhe me realizu me praktiku. Ka ardhur shumë ajete që folin për këtë çështje. Mirë po, janë dy ajete më të qarta se më të prera, që secili që i lexon, që ka mendje, kokën e vet, dhe i lexon me vëmendje, ja kupton se Islami është vetëm me fe pranuar te Allahu. Për shembull, ajeti i parë, surat Ali Imran: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, fala yuqbala minhu." Kush kërkon fe tjetër pos Islamit nuk pranohet. Wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Dhe ai në botën tjetër është prej të dështuarve. Çka jep në kuptu kjo ajet Kur'an? Se kushdo që kërkon fe tjetër pos fesa islame, dinit Allah të zëgjël, nuk ka shpëtim për ta. As nuk pranohet, as nuk ka shpëtim. Dhe me thonë, është i qartë, edhe nuk ka shumë me meditu ka do ajete që do të hi me lexu komentet e Kuranit, tafsiret e Kuranit, që ka thonë për këtë fjalë, që ka thonë për atë fjalë, që ka thonë për këtë pjesë të ajetit kuranor, komentues të Kuranit, kështu me radhë. Po kjo është shumë i qartë. Edhe këto normal e lexojmë tafsirin e Kuranit. Po ka do njerëz e lexojnë këtë ajet kuranor, po fatkeqësisht ka njerëz që i thënë vetit me thakafin, me ndimtar islam, ose fatkeqësisht ka dhe hoxhallar, po gjithkush e ka fenë e vet. Sa i gjithkush e ka fenë e vet. Po fe e pranuar me të Allah azza wa jall është diçka. Nuk ka zgjedhje në këtë çështje. Mundish me zgjedh çka me hangur, çka me pi, nëse më pëlqen kjo, e pi një san tjetër, se më hahet kjo, ha një san tjetër. Po të dini Allah azza wa jall s'ka hurrije, s'ka liri kështu. Në atë kuptim, do të me qenë gjithë musliman. Por nëse dikush është fesë tjetër, nuk do më thonë që tash na qohemi, bëjmë zullum atina, bëjmë padrejtësi. Mirë po, do të më tregojmë argumente që vetëm një fe Allahu azza wa jalla ka bërë legjitime. Vetëm një fe Allahu azza wa jalla pranon. Vetëm një fe është ka ty që shpëton këtë botë në botën tjetër. Shpëton edhe këtë botë. Janë ato dispozitat që kur jemi me Islam, në to shpëton. Pejgamberi sa kur ka nisë në ushtri për një vend, një sarije, ose një ekspedit, e ju ka thonë, shkoni me gjes, nëse ndëgjoni zonin, mirë, nëse së ndëgjoni zonin, vazhdoni dhe më thonë, me luft. Pse? Se zoni, Islami, imani, këto janë sane dhe më thonë që njerëzit shpëtojnë si shkak i këtyre. Por në ahiret, shpëtimi është më i madh. Pse shpëtimi më i madh? Sa aty janë dy vende. Farikun fil janna wa farikun fis sayr. Një grup ka më shku në xhenet, një grup ka më shku, më thonë zjarr. Më thonë, ata që zgjedhin Islamin, ai është shtëpia e Allahut azza wa jall. Dhe përfundimin e kanë në xhenet. Po ata që zgjedhin diçka tjetër, po si Islami, çfarë do feje tjetër? Përfundimi i tyre është në zjarr. Pse? Allah azza wa jall ka thënë një ajet tjetër, inna dina inda Allahi al-Islam, vetëm me fe e pranuar te Allah është Islami. Ky është shumë i qartë dhe kjo ajet. Po ka hoxhallar që thonë, jo gjithkush ka drejt me zgjedh fe. Kjo është gabim. Kjo është keq interpretim i dispozitave të Islamit. Kjo duhet më pas parasysh. Nuk bën me kon njëri i fesë tjetër. Duhet me kon një feje. Pse? Allah azza wa jalla ka zgjedhur ta. Për këtë thot në ajet tjetër, "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot u përsosur juve fen tuaj. "Wa atmamtu alaykum ni'mati", e përmbusha ndaj jush mirësinë. "Wa raditu lakum al-islam dinan", dhe jam i kënaqur që Islami është feja juaj. Më thënë, nuk ka thënë për ndonjë fe tjetër, nuk ka lënë hapësirë për interpretim me mendu që ka me pas drejt njerëzit me pas fe tjetër. Jo, më thonë, vetëm me fe e pranuar, vetëm me fe që Allah azza wa jall është i kënaqur, e vetëm me fe e plotësuar. Plus edhe plotësuar subhanallahu. Më thonë pse? "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e përsosa, më thonë, fen tuaj, cilën fe? Islamin. Dhe më thonë, këto janë argumente që vetëm me fe e pranuar te Allahu është Islami. E vetëm me fe që ty çon te Allah azza wa jall, edhe përfundimin e ka njeri në xhenet përmes Islamit. Kështu që njerëzit duhet të pas parasysh, sidomos muslimanët, sepse ka herë hin dyshimet,
për jo muslimanëve, ka njëherë hinë dyshime për njerëzve që thirren në islam. Fatkeqësisht, dietarët janë dy llojesh. Më thonë ka ulema kshi, dietarë kshi. Bile Sheikh Mukbili rahmetullahi alayhi, kur fol për Jusuf Kardarin, thotë, nëse dikush është për dietarëve të kshi, është Jusuf al-Kardavi, se ka shtëmbru, domethënë në fe. Ai kur fol për jahudi, thotë ta nuk i luftojmë jahudit për shkak të fesë, tyne po i luftojmë për shkak të tokës, që na kanë marrë Palestinën. Domethënë që kanë marrë tokën muslimane. Domethënë e mohon ato që është parsore. E mohon ato që është parsore, domethënë se parsore është çështja e fesë, parsore është çështja e dinit. Tash për shembull ka njerëz të tillë ose ngjajshëm, që kur vjen puna te çështja e fesë, thonë po gjithkush ka drejt me zgjedh çka me besu, çka do të madhuru. Jo, në Islam duhet me adhuru Allah në zëvgjel dhe s'kën tjetër. Duhet me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu dhe kjo rruga e tij sallallahu alaihi wasallam është rruga e sigurt, që Allah zëvgjel e ka garantuar. Edhe kur njeri ti kupton këto gjëra, e kupton se realiteti është ndryshe nga ajo që kanjëherë ne interpretohet nga disa njerëz që i thonë muthaffafin, njerëz që kanë me kulturë ose kanë janë intelektuale kështu me radhë, ose fatkeqësisht disa hoxhallar, pseudo hoxhallar, që nuk kanë njohuri dhe nuk dinë me spjegu, domethënë këtë çështje. Kështu që vetëm fe pranuar me Allah Azza wa Jall është Islami. Edhe vetëm rrugë që përfundimin e ka te Allah Azza wa Jall është Islami, domethënë që ka përfundimin te Allahu te baraka wa taala, kurse çdo rrugë tjetër pas Islamit, çdo rrugë tjetër ose çdo fe tjetër pas Islamit, përfundimin e ka te hidhrimi. I Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu azza wa jall nuk pranon fe tjetër pas fesë islamit që Allahu ka bërë legjitime me Kur'an. Për këtë ka ardhur një ajet kuranor ku Allah azza wa jall thotë: "Wa ana hadha sirati mustaqima", dhe kjo është rruga ime e drejtë. "Fattabi'uhu", pasajeni atë, "wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi". Dhe mos ndiqni rrugë tjera që ndajnë ju largon nga rruga e tij. Ka ardhur një hadith në Musnedin Imam Ahmedit rahmetullahi alayhi, që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allah daraba mathalan siratan mustaqima". Allah azza wa jalla ka sjell një shembull për rrugën e drejtë. Domethënë pse ka sjell një shembull? Për me kuptu realitetin e kësaj rruge, kësaj feje, këtij dinit. Mos ka sjell Allah shembull në Kur'an shpesh për ndonjë gjë, ka sjell edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allah azza wa jall ka sjell një shembull. Ala janbi sirat surani wa fi surani abwab mufattahatun. Në këtë rrugë, dy anë të saj janë disa mure. Në ato mure janë disa dyrë të hapura. Wa ala al-abwab al-mufattahatun suturun markhat. Dhe në ato, domethënë dyrta në ato mure që janë të hapura, ato dyrë ka disa perde. Wa munadin yunadi min awwal as-sirat. Dhe një thirrës thret në fillim të rrugës: "Ya ibadallah adkhulu as-sirat wa la ta'wuju". O rob të Allahut, hyni në këtë rrugë, po mos shkoni anash, në majtë ndjathtë. Wa munadin yunadi min jawfi as-sirat, dhe një thirrës thret në mes të kësaj rruge: "Ya ibadallah la taftahu al-bab fa innaka in fatahtahu talij". Mos i hap ato dyrë, sepse nëse ti hap ato të marrin, të fusin menda. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ama as-sirat fa huwa al-islam". Kjo rruga që është drejt, thot ai është Islami. "Ama as-suran fa huma hududullahi ta'ala". Ato muret që janë anash në djatën të majtë, thot ato janë kufit e Allahut. Më thonë që i ka bu kufit, felat të adduhe, mësi të i kalani ato, që ka arë një kuranor. Më thonë janë kufit, asë në djathë, asë në majtë, më thonë rrini në mes aty. Wa ma al-abwab al-mufattahatu allati 'alayha as-sutur wa murkhat, kurse dyrë të hapura, ku i kanë disa perde, në to, fa maharimullah. Ato janë gjona që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma ad-da'i alladhi yadu min awwal as-sirat fa huwa kitabullah. Ai thirrsi që në fillim të rrugës, do të thonë që është në fillim të rrugës dhe i thirr njerëzit, thotë ai është libri i Allahut. Kitabullah, do të thonë Kurani.
wa amma da'i alladhi yad'u min jawfi as-sirat, kurse ai thirrsi që është mes të rrugës së thret, thot ai është wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Shilusi Allahu në zemrën e secilit musliman. Do thonë zemrën e muslimanit i cili e çorton, domethënë nefsin, vetveten e tij dhe e thirr që mo ndjek rrugën e Allahut, ndjek Kur'anin, ndjek Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Pastaj thot Sheikh Abdurrazak al-Badr, fal islamu huwa as-sirat al-wahid. Islami është rruga e vetme. Dhe është ajo rruga e drejtë e cila përfundimin e ka tek kënaqësia e Allahut azza wa jall. Tek kënaqësia e Allahut te bareke ve taala. Me një fjalë, nuk ka zgjidhje tjetër për njerëzimin dhe nuk ka zgjidhje as rrugë tjetër që e arrin përmes saj kënaqësinë e Allahut azza wa jall vetëm duke ndjek, do të thonë, këtë rrugën e Allahut azza wa jall. Pastaj thot, duaja e cila është vajib, lutja e cila është vajib për çdo musliman dhe muslimane që me përsërit gjatë ditës dhe natës 17 herë është ihdina as-sirata al-mustaqim. Wallah, udhëzon rrugën e drejtë në surën al-Fatiha. Sheikhi, domethënë ka pas për qëllim 17 herë që thojmë al-Fatiha në farze, që na thojmë edhe nafile. Po kjo është vajib. Se farz nuk ka namaz pa al-Fatiha. Po është obligative me thonë këtë lutë. Pse? Po me nallëzu Allahu subhanahu wa ta'ala në rrugën e drejtë. Kjo të regon për vlerën dhe peshen që ka rruga e drejtë, po edhe të regon për peshen që ka lutja, që më lutë Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimisht për me nallëzu rrugën e drejtë. Cila është kjo rrugë që përmenën këtë ajet koranor? Është Islami, dini Allahu subhanahu wa ta'ala, çka Allahu është i kënaqur, Allah i lartësuar është i kënaqur dhe e ka bërë legjitim dhe është i kënaqur që robërit e tij ta ndjekin këtë rrugë. Dhe Allahu nuk pranon për robërve të vet asnjë rrugë tjetër pas kësaj. Pse? Për shkak se kjo është legjitime, kjo ka ardhur prej Allahut azza wa jall dhe njerëzit duhet ta kenë parasysh se kjo rrugë nuk mundet më realizu përveç se duke mësu. Përveç se duke mësu. Nuk ka mundësi njeriu me njoftë Islamin veç se duke mësu. Për kujtoj me një fjalë Sheikh Saleh Ali Sheikhit. Ja kanë bërë një pyetje një herë. A ka mundësi njeriu të harrojë çështjet e akidës, tauhidit? Thot po, thot. Ka pas njerëz që kanë mësu, kanë studiu 20 vite. 20 vite. Jo ditë, javë ose muj, për 20 vite. Thot. Dhe ka ardhur mas një kohë, si shkak i mos përsëritjes tyne, mos leximit tyne, ka rënë çat gjendje, thot që nuk e kanë urrejt shirku, nuk e kanë urrejt kufrin, nuk e kanë urrejt bidatën, as nuk e kanë urrejt gjinat. Pse? Se ka rënë një farlloj kome. Do të thonë gafleti, shkujdesje. Për çfarë arsye? Kjo fe, ky dini Allahu azza wa jall nuk mund të realizohet, praktikohet ç'është duhet, vetë se duke lexu, duke përsërit, e kështu me radhë. Kurse kur e kam pyet kur ka fol Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahmetullahi alayhi, për kitabut tauhid, ka thonë ky është një libër, se sa që të lexohet do të më rinisa pe. Me fillu prapë me lexu. Pse? Meselet e akidës harrohen. Po feja në përgjithësi, çështjet që ka të bëjnë me Allahun, çështjet që ka të bëjnë me pejgamberin, çështjet që kanë të bëjnë me dinin e Allahut azza wa jall, kjo është e domosdoshme. Do të më lexu, do të më përsëri, do të më bëj përpjekje maksimale, e sidomos të shkojnë me njohjen e Allahut, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe fesë dinit të Allahut azza wa jall, këto janë domosdoshme, pse se këto janë ajka e fesë. Siç e përmendëm më herët, ku ka thënë Sheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhullah, feja nuk shndron, nëse këto do të thonë me një fjalë nuk praktikohen. Ashtu që nuk qëndron ndërtesa pa themele, dhe ashtu që nuk qëndron një lisë ose një pemë pa rënjet e saj në tokë, ashtu nuk qëndron edhe feja, do të thonë kur nuk zbatohen këto ose nuk praktikohen këto. Lutë Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që na bëjnë neve dhe juve nga ata që bëjnë përpjekje me mësu dinin e Allahut azza wa jall, me praktikuar, me bëu përpjekje me interpretuar dhe të tjerë. Pse? Ne nuk duhet më bëu nga ata cilët veç sa më mësu për vetëm, mësu tjerë. Po
do të më bëj kur ka thonë dikush pi selefit, zakatul ilmi, çdo gjë ka zakat. Po zakati diturisë është shpërndarja e saj. Zakati trupit janë smundit, ka thënë Hasan al-Basriu. Zakati pasurisë po dihet është me thënë ato zakati. Po zakati diturisë është shpërndarja e saj. Kështu që me bë përpjekje më përçu edhe të tjerë, dhe më janë të përtu të tjerë, e sidomos ku ka të bëjë me gjanat bazike. Që është Sheikh Salih Ali Sheikh, njeriu kur gjë mos me përfitu për diturisë, bëhet që përfiton për veti, për gruën e vet, për fëmijën e vet, për familjen e vet. Po mirë është me përçu edhe tjerëve. Beliuani wala ai që ka thënë pejgamberi sa kumtojeni, ose për cilin nga unë qoftë një fjalë. Aty ka fjala ajet, po është për qëllim një fjalë. Kështu që lësë Allah në zërgjel me emrat e tij të bukur, me sesitë të përsosura, që të na bëjnë edhe ju nga ata cilët përfitojnë dhe piksaj dhe më thonë praktikojnë, mësa ne ja përqojnë edhe të tjerëve, dhe më thonë japin dobi edhe të tjerëve. Dhe doaja në fundit është alhamdulillahi rabbil alamin.